Gëzuar e për shumë mot Krishtlindjet, le të shpresojmë që të keni festuar mbrëm shumë, edhe t'jeni gati për një tjetër super puntat sonte në Tatoke. Thuajse për besimtarët e krishterë kjo konsiderohet festa më e rëndësishme e vitit dhe e feston jashtëzakonisht. Bile dëgjova dy udhëtar, dy shqiptar që kishin planifikuar për të shkuar në Itali, por thanë e kemi lënë për vitin e ri, bëm gabim, duhet kishim shkuar, kishim prer biletat për Krishtlindje dhe prandaj e anullojmë këtë udhëtim. Gjithsesi unë gjej rastin të përgëzoj dhe të uroj të gjithë besimtarët e krishterë gëzuar dhe për shumë vjet Krishtlindjen. E për ta festuar tamam ashtu siç duhet, një pjesë, një element shumë i rëndësishëm i Krishtlindjeve është Betlemi. Se si e ndërtojnë Betlemin në Hajmel, se ndërtojnë askund tjetër. Është një traditë që ka filluar vite më përpara dhe për më tepër tashmë është kthyer në një atraksion turistik. Agjenci turistike dërgojnë vizitorët e ndryshëm për ta parë, sepse Hajmeli ka një unitet të jashtëzakonshëm mes banorëve, ku të gjithë marrin rolin e tyre në historinë e shkruar në Bibël dhe pozicionohen në atë rol që interpretojnë në mënyrë perfekte. Prandaj ai mbetet fshati më unikal, jo vetëm në Shqipëri, por edhe më gjerë, që arrin të realizojë Betlehemin e gjallë. Por le të ndjekim reportazhin që kemi përgatitur. Këto net që bashkëfaqja angazhohen në mënyrë të pamasë, që dal diçka sa më mirë dhe diçka që të ketë edhe një lajm paqe, ashtu sikur se na ka pru edhe me besimin tonë, sikur na ka pru Krishti. Duket sikur se po hyn në një qytet brenda fshatit, edhe një qytet të atyre viteve. Dhe kostumografia është e gjitha e punome nga motrat tona, së bashku me disa personat e tjerë që kanë qip, por ma shumë motrat stigmatine që jetojnë këtu, kanë punu tash gjithë të vite që është ban, të 7 vite që është ban Betlehemi, kanë punu gjithçka me qepjet e me gjithçka. Këto të reja që për 7 vit radhëzi po e çojnë kam këtë fest, kanë një zell për të pas zili me të drejtën, por ka sfidat e veta, të fillu qysh të ndërtimi, që është një pjesë shumë e rëndësishme, por më sfiduese është bashkimi tonë të njerëzve në një dëshirë të vetme, me vullnetin e tyre të mirë, e për këtë herë të bekum sepse ato e kanë vetë në gjatë këtë gjë. Kjo duket sikur të shton të zellin edhe të jep pak zemër për me te i kalu dhe me çu në kohë edhe deri në nivelet që na mendojmë se mund ta çojmë organizimin e kësaj gjaje. Me kalimin e kohës ka ardhur, si me thënë, gjaja tu sistemu vetvetiu, për shkak se ne kena përdorur një metodë, sepse në Betlehemin e gjallë duhet ta theksoj këtë, sepse ka pas shumë abuzime kohët e fundit. Hyrja është e lirë, nuk ka bilet, çdo gjë që serviret, nga ushqimi, pijet janë gjitha gratis. Tu besoj është momenti final, pra ne jemi në mbyllje të gjithë ceremonisë që vështrohet, shijohet nga çdo vizitor që vjen këtu. Çfarë ndodh pikërisht këtu? Po, absolutisht. Ky është zemra ndoshta i Betlehemit të gjallë, sepse gjithë ecje se njerëzit bëjmë është një farë punë përgatitje për të arritur këtu, që është vendi ma i thjesht ndoshta i krejt Betlehemit, sepse Jezusi ka lindur tamam në një vend shumë i varfër, shumë i thjesht. Edhe këtu janë engjëjt, disa barinj, mbretërit, edhe jemi duke pritur, sepse janë duke u bërë gati, familja shenjtë, Maria, Josefi edhe Jezusi fëmijët, që si çdo vit du të jetë një fëmijë, 1 muaj e gjys, 2 muaj. Sa gjë e bukur kjo. Dua t'i pyes zotërin kush janë, pra për te veshjes që mbajnë sot, sepse bëhen kureshtar, se si ka mundësi banorët e fshatit bashkojnë të gjithë bashkë për të realizuar Betlehemin e gjallë. Zotëria, ti në roli që ke, cili rol është, për të ditur roli njerë? Roli është djetari. Në të vërtet kush je ti? Palakshita.
Okej, ku banon? Në Hemel qendër këto. Bravo, ja pa loka atje që bën dietarin. Yes. Dakor, zotëria këtu? Po, ne jemi 3 dietarët, si bëjmë këtu. Ne jena banor të fshatit Hajmel, po. Emri jot cili është? Marketin Shita. Marketini që banon këtu. Emri jot? Nikolin. Nikolin. Jam Marku. Marku, Po, jam edhe ti një në nga Hajmel kreditor. këtu. Jam në Nshatit, për në Nshatit. Po. Famullia jonë. A vini me dëshirë të madhe te ky organizim, a? Dëshirë e madhe, shumë dëshirë e madhe dhe një realizim i jashtëzakonshëm, një plotësim si na jep me bë këtë punë. Habitemi të gjithë se si ka mundësi gjithë fshati, se zakonisht zgjidhen 3-4 aktor të fshatit që janë më të talentuar, po ju përfshiheni të gjithë. Bravo, ju qoftë. Tu është gjithë fshati për që organizojmë këtë bukuri, këtë Jo vetëm një fshat, por është krejt famullia edhe nga disa vite janë disa edhe që vinë për te i famullisë son, sepse janë njerëzit që banojnë në fshatat këtu rreth nesh, që dëshirojnë të marrin pjesë, ne kemi pak a shumë 300 aktoret çdo vit edhe për këtë arsye kemi nevojë edhe 300 aktorë që luajnë secili nga një rol sado të vogël figurant. Domethënë për fshatin është një festë e madhe, ju nuk e dini se do bëheshit kaq të njohur në të gjithë Shqipërinë përmes këtij rituali që bëhet këtu. Gjithçka për lavdinë e Zotit. Mirë, këtu po gatuhet apo jo? Po gatuhet këtu? Po, gatojmë. Bëjmë kulaçën bëjmë këtu, po. Këtu po bën kulaç. Po. Për ta bërë kulaçën si kemi vepruar për brumin? Për brumin, po, kemi përgatitur përpara, sepse duhet disa orë. Këtë në fat ka 24 orë që kemi bërë përpara. Po, që dhe tani po hapim petët. Tash hapim po petat kulaçit, pastaj pjekim atje në furrë me durë. Po. Sa bukur, si në kohë të vjetra, siç ka ndodhur atëherë. Po, këtë është idenë që bëjmë afërsisht si Jo është nuk në është figurative, po njerëzit mund të vinë dhe e shijojnë. Pra këto produkte mund të shijojnë këtu. Po, atje në tavolinë ne ofrojmë edhe kulaçën që bëjmë këtu. Edhe njerëzit mund të marrim një pjesë, po, një copë. Po, ofrojmë, po. Lushin duart. Faleminderit. Çike vogli këtu. Po, paskin shikoll, si ke emrin ti? Victoria. Victoria, ku banon ti? Këtu në Hajmel? Po. Okej, dhe tani ti po bën petët, ë? Po. Cili është roli jot? I lyen aty me miell? Po. I shtyp edhe ja jep zotërisë që ai ti ha petët, ë? Po. Sa vjeç je ti? 7 vjeç. Pra, çdo fëmijë që vjen apo dhe i rritur ti ju ndan dhe ju jep nga një copë. Po, nga një copë ose nga 2 sepse dikush don edhe më tepër nga që ju pëlqen. Por është kështu është. Pra, askush nuk paguan këtu, Jo, çdo gjë është falas. jo, çdo gjë është falas edhe është me dëshirë nëse dojnë me lënë diçka, por jo, asnjë gjë nuk Ke është. marrë pjesë dhe herë të tjera të Betlehemi Gjallë? Çdo vit, Ka shumë vite tash që është bë. E kemi dëshirë kur vjen dhe bëhesh pjesë e këtij rituali? Patjetër, nga që këtu edhe jeni arrit, edhe sepse shtëpinë kam këtu afër edhe është diçka shumë jo e mirë për mos me marr pjesë na që jena këtu. Edhe është diçka shumë e bukur.
Nga familja jote jam shumë kurioztare, përveç teje kush është tjetër nga familja jote që bëhet pjesë? Unë familjarët e mi për momentin i kam tonë jashtë, edhe si mjet jam vetëm unë, ndërsa vjet ishte mama, ishim ne dyje, si mjet jam vetëm, por paka shumë i përfaqësoj kështu. Nga ke ardhur? Nga Lezhë. Nga Lezhë. Ke dëgjuar njoftimin dhe ja ke ardhur? Jo, hera parë që vi, hera parë. Si po duket? Shumë bukur, hera parë, krejt bukur e kanë organizu. Si të duket? Fantastike, shumë mirë. Nga ke ardhur? Pardon? Nga ke ardhur? Nga Lezhë vi. Nga Lezhë. Po, kam kohë, po. Çfarë të pëlqeu më shumë? Gjithçka më pëlqeu. Në im Zotit bëhet gjithçka. Dhe është bon. Shumë mirë. Ty të pëlqeu? Ju pëlqeu? Si të duk? Çfarë të pëlqeu më shumë? Ja ke mami. Nga keni ardhur? Nga Shkodra. Nga Shkodra. Pra hera parë që vini dhe çfarë gjërash ju bën më shumë përshtypje? Gjithçka. Si të duk vetja? Se kur u ktheve pas në kohë? Pas në atë kohë që jena rrit dikur. Si jena rrit. Pra ja vlen që të vjet vizitoj qoftë edhe një herë të vetme. Shumë ja vlen. A u ve pasove që erdhe këtu? Çfarë pëlqeu më shumë? Çfarë pëlqeu më shumë? Pëlqeu tona. Të gjitha. Fillojmë me të gjitha. U gëzova shumë. Nga ke ardhur? Nga Shkodra. Këtu jemi te këndi i peshkut. Tradita e peshkut. E peshkut. Tani ky peshk nga vjen? Ky peshk është i nxorur nga pjesëtarët tonë, grupit. Është i bëm, i përgatitur, i të mosur, i rrezur tamam sikur traditën e vjetër. Po. Do me thënë ti nuk je në rol, se unë po të besoj se kur ti merresh vërtet me këtë gjë. Po merrem me këtë gjë. Pra, se ti nuk po interpreton, se ne nuk e dim se ku është realiteti. Jo, merrem me këtë gjë. Dhe ku është ajo që bën shaka ose futemi rol. Kjo është realitet. Ky është realitet. Pra ti merresh me produktet e peshkut, e merre, gatuan, ke një bujtin tënde në jetën e përditshme. Na më fort e ushtrojmë si profesion. Bravo. Se mënyrë përditshme. Në Hajmel apo? Në Hajmel. Në Hajmel. Peshku nga vjen? Ky është zonë e Velipoj. Është zonë Velipoj. Pa. Edhe ju e ty mosni e bëni kështu. E kena të mosur, e kena rrezur, është i gatshëm për të shërbë njerëzve si vjen. Okej, tani ju shërben njerëzve, nuk shoh asnjë lek apo kusur të dhënë, çdo gjë është falas, To është çdo vullnetare. Mora e di njerëzit se shoh që kalojnë edhe nuk i marrin. Është falas. Urdhoni peshtu. Është falas, provoni një çik, provoni pak. Peshk për të gjithë. Ja zonja, peshk për të gjithë. Do me thënë këtu kemi, çfarë kemi këtu? Të vjen carakat e dikushme. Carakat e dikushme, ëh, si njëri një kohë. Pa, caraka. Aty ato të tjera çfarë? Janë carakat ndryshme. Zonja, si po ju duken? Si të duken? Urdhoni, mirë se erdhi. Kush e provoj? Provoj një herë. Nga keni ardhur? Çaji është i shkëlqyer një herë. Nga keni ardhur? Nga Tirana. Pa njoftimin dhe erdhët, hera parë që vini. Po të pëlqen? Pafund. Çfarë kemi këtu? Është carake e skuqur, carake e rrezur. Me Bravo. Mjeshtra jo, po këto që janë kështu të varura? Ta janë të mosur. Po tani si do hajnë këto, se unë se kam shumë para. Ishtu si janë. Hiç, kështu. Ta janë meze. Meze për ata që di me pimezen. Kjo shoqërohet me çfarë pije, verë apo raki apo? Me verë, me raki. Janë tamam ata si ja dinë rëndësinë sa e punë. Specialiteti i zonës tu, ju lumshin duart. Ju falenderojmë, ju rujt Zoti, e gëzuara për shumë vjet. O tani më Zoti pesh mirë. O di shoh viti mor. Hera parë që e viziton? Bele? Është hera dytë edhe do vi prapë patjetër. Sa do të rresh ky vend? Çfarë ka diçka të veçantë për ty? Është i magjishëm. Është të sjell me tamam në mesjet, domethënë edhe shikon me gjithmonë se sikon jetu dhe se sikon punues, janë ball punimet e dorës. Është komplet një treg i veçantë, domethënë është shumë bukur, tepër bukur. Është krejt magji. E kemi të nevojshme ne që shkëputemi nga jeta moderne, e thënë ndryshe.
ku na kapa i vrulli, madhi, komercializmit, të kthehemi një çik kështu edhe të kuptojmë se nga ka ardhur njerëzimi. Unë mendoj që tonë në pavetdijen tonë kthehemi. Kemi momente apo ditë që kthehemi mrapsht dhe dona me jetu pa celular, pa në natyrë, si dikur, po. Gjithë në pavetdijen tonë kthehemi. Vëm përshtypje që janë thjesht banor të Hajmelit, pjesa më e madhe dhe zonave këtu përreth që bëhen aktor. Të pëlqen ky unifikimi i tyre. Janë, me që kam lexuar domethënë, janë 3 fshatra dhe janë 400 banorë që kanë vendosur me marrë pjesë te kjo dhe kjo është gjëja më e bukur, kjo energjia që këto kanë që sjellin këtu, domethënë është ajo që e bën atë magjinë e madhe këtu. Falenderoj. Tani ne vërtet shikojmë mjeshtëri të ndryshme, po sa bukur kur janë edhe fëmijët këtu dhe duket çdo gjë e besueshme. Pra ai efekti që ti shkëputesh nga 2025 dhe shkon mira vjet përpara, ja ku është edhe përmes fëmijëve që janë këtu. Këta janë fëmijë nga Hajmeli, mësojmë çik emrat e tyre. Emri jot cili është? Emri jot? Gedis, Mario, Josef, Leandra, Casey, Josef, Noel, Meli, Victoria, Markel. A vini me dëshirë të madhe ju këtu, që të bëni pjesë e Betlehemit gjallë? Po pse ju pëlqen? Çfarë ka të bukur këtu? Çfarë ka të bukur këtu? me lut. Jezusi, a të platet linja Krishtit. Ka arsye të tjera? Okej, këto rroba sa bukur kush i ka veshur kështu? Kush i ka veshur? Mami ty? Ty? Mami. Mami, ë? Dhe do rini deri vonë sot këtu? Ju jeni ata që do bëni rrëmuj apo do ndihmoni? Do ndihmoni. Çfarë punësh keni ju që ju kanë caktuar? Me lut. Të luash që ka punë, ë? Mirë, gëzuar Krishtlindjen. Gëzuar.